ata e konsiderojnë njeriun dhe kondensimi njerëzor si një bombë që mund të shpërthejë Dhe në skenarin që arrin përsëri të largojnë... Po largimin e Netanyahu unë mendoj që do hapi shumë spirale pozitive. Jo, në rast se do të ishte skenari që nuk është çështje territoriale, por çështje popullsie, dhe do largoheshin këta 1.9 në mënyrë absolute. Çfarë do të Ai territor është një territor që Egjipti ka falur Izraelit. Si do vjonte? Nuk e hyn asnjë rrypi i Gazës ka qenë territor i Republikës Egjiptiane. Kur u bë dorëzimi i Gadishut të Sinai, kur bë marrëveshja dhe paqja midis Izraelit dhe Egjiptit, ata e lanë atë copë si ishte një copë shkretir pasi vlerë. Dhe është herë dytë që pushtohet, se Ariel Sharoni para 15-20 vjetëve u tërhoq. Grumbulluan palestinezët, e bën atë që bëri gjestin e paqes Izraeli. Po ndërkohë Hamasi, atë që thoshte Jimmy Carter, ishte kam për që një burg në qiell të hapur. E kanë thënë president amerikan këtë qenë. Dhe në rast se do të ma vazhdo skenarin që nise, në rast se është çështje popullsie. Unë mendoj që për të qenë realist dhe për të mos kaluar në... Po pra, do të thënë, nëse ikën popullsia, ikën bomba. Do më largohet një bombë njerëzore që duhet të shtektojë si dikur që thuaj që... Dhe do të popullohej me? Po, me kolonë Izraelit. Atëherë kthehet prapë në çështje territori, në fundore. Jo, nëse... Do të thonë, sigurisht jo... është vetëm konflikt territorial. Izraeli nuk ka nevojë për atë territor. Izraeli ka nevojë që të largojë ato 2.3-2.4 milion njerëz, të cilët janë arritur vetëm me urrëties, pafajësisht me urrëtie, sepse kanë parë nënën e tyre, gjyshin e tyre, vllajën e tyre të vritet. Janë emigrant, ata njerëz janë emigrant. Ata janë njerëz Palestinë. Ajo që po diskutojmë me Xhenin, nuk ka nevojë ndoshta për atë sipërfaqe. Jo, nuk ka nevojë. Por jo për atë geografik. Geografikisht nuk i do ata në kufit e vet aty. Jo, ka nevojë për atë territore, për arsye sepse ka një tezë, po flisim për këto kultet mesianike që për ndërtimin e një Izraelit madh midis Nilit dhe Eufratit, që është e parritshme për fuqinë e sotme që Izraeli nuk do të del dot me një milici prej 70.000 territori shumë i vogël ushtarë. Në këtë kontekst do vetë që në Librazh të grumbullohet 2 milion njerëz. Sa ka vajë? Po Netanyahu ka bërë një ndryshim shumë të madh gjatë këtij viti. Për ta kuptuar pse vazhdon lufta në Gaza. Në të kaluarën, kur merrej peng një izraelit, Izraeli bënte çdo gjë për të liruar pengun. Netanyahu pas 7 tetorit tha që unë do sakrifikoj pengjet me qëllimin për të çrënjosur gjithë Hamasin dhe për ta zgjidhur përfundimisht çështje. Dhe në këtë moment Netanyahu ka nevojë për një fitore totale, për të dalë para popullit izraelit pas fitores totale, e të thotë popullit izraelit që ne pengjet i sakrifikuam, por ama çështjen e palestinezëve në Gaza e zgjidhëm, Hamasin e çrënjosëm, dhe kjo është vetëm mënyrë se si ai mund të fitojë zgjedhjen. Po ka shumë raste kriza është më dha nervore. Në Izrael me 30% fiton zgjedhjet. Në Izrael me 30% fiton zgjedhjet. Izraelitët që kanë qenë aty të pranishëm, ka raste masive. Pengjet janë justifikim. Po pengjet janë shmendur, ka shumë raste që mbahet sigurisht sekret. Pa domethënë, zullumi është tepruar kaq shumë në këtë zbatim, jam dakord me këtë që dhe them që koka e të keqes tu, që duhet zgjidhur, do ta zgjidhë populli izraelit, se zgjidhet dot ne. Logjika Netanyahu kjo ka qenë, pra që sakrifikojnë pengjet për objektiva strategjik shumë të mëdha. Ky është rasti më tipik i tezës me të cilën janë shkruar tragjeditë e Eskilit, tejkalimi i së drejtës. Kur ti ke të drejtë dhe duke tejkaluar këtë të drejtë, drejta kalon tek kundërshtari. Ky është rasti më tipik. Don Izraeli është duke tejkaluar të drejtën e vet që ju krijua pas ngjarjeve të 7 tetorit, kur u vran 1200 vet në mënyrë terroriste dhe u morën 10 pengje. Tani të shkojmë në rrënjë të problemit. Problemi është domun që a e pranon, siç e ka pranuar Izraeli, tezën e pranojnë arabët, Palestina, autoriteti palestinez, Hamasi, a e pranon Izraelin si shtet? Nuk e pranon. Tani, në qoftë se... A u pranuan midis Yitzhak Rabinit dhe... Jo, po them që... Më lejo të them 2-3 fjali dhe pastaj... Ndjes. Dhe pyetja tjetër është, ndoshta retorike, kur e ka nisur në një luftë Izraeli? I ka fituar të gjitha, pas një nuk ka nisur, që nga viti 1948. Palestinezët kanë sulmuar dhe kanë humbur territor. Për të ardhur deri në vitin 2000, kur Clintoni në fund të karrierës së tij presidenciale, thiri kreun e shtetit izraelit, thiri dhe
Yasser Arafatin. U vuri para hartat, ky është shteti Izraelit, ky është shteti Palestinës. Dhe Jeruzalemi lindor do jetë kryeqyteti i shtetit Palestinës. Izraelitët e pranuan, palestinezët jo. Po e pranuan palestinezë, u vra Yitzhak Rabin, u vra nga militantët e partisë Netanyahu. E pranuan izraelitët dhe për këtë arsye u vra Yitzhak Rabini. Vim te kjo tani a e pranon Izraeli? A e pranon Hamasi Izraelin si shtet? Apo po bën lojën e dikujt tjetër? Të Iranit për shembull? Përse do nuk pranon shtetin e Izraelit siç e pranon Egjipti, siç e pranon Jordania, siç janë duke e pranuar dhe sauditët. Gjithsesi këto që po bën Netanyahu, këto janë kafshëri politike, kjo masakër mes të ditës. Është një organizatë, Hamasi është një organizatë terroriste jo profesuese. Pra, normalisht, me Hamasin, me profesuese... Po kush po kontrollon Gazën? Po ti nuk mund të thuash të njëjë Hamasi Izraelin, se ky është nonsens. Hamasi nuk e njeh askush si një organizatë profesuese. Po me Hamasin po lufton aty ai. Çfarë thonë Netanyahu po ti? Ma ta janë me terroristët e Hamasit. Janë terroristë Hamasi ju faqësuesi palestinezë. Këto janë krime lufte që po ndodhin aty. Siç po bën edhe Hamasi, krime lufte që përdor fëmijë si mburojë njerëzore. Aty do dyja palët janë në një kafshëri. Tani është cila është zgjidhja? Tekstualisht Smotri dhe Ben-Gvir thotë ato fëmijë nuk meritojnë ushqim, ato meritojnë plumba. E imagjino domethënë në shekullin e 21, vitin 2025, me këto shprehje një burokrat, si Ben-Gvir, që për mua domethënë është një terrorist që duhet dënohet në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, që shpreh tekstualisht, që ata nuk meritojnë ushqim, po meritojnë plumba. Zgjidhja vetëm atëherë zgjidhje ndërhyrjes ndërkombëtare, sanksionimi i Izraelit, sanksionimi i Hamasit dhe zgjidhje çështja. Por asnjë nga shtetet dhe organizata e Kombeve të Bashkuara dhe unë pajtohem atë çfarë tha. Ore po i liron pengjet Hamasi apo jo? Se aty nisi nga 7 tetor. Pengjet po apo flitet që Netanyahu nuk i interesojnë pengjet, po i intereson çfarosja totale e Gazës. Po ti bëj gestin tënd. Hidhe një hap. As Hamasi nuk i liron pengjet, sepse po liroj pengjet, nuk kam gjë në dorë çfarosja. Dhe organizata e Kombeve të Bashkuara, që është një organizatë e cila mban në këmbë brendin botror, nuk është aftë të japi zgjidhje. Dhe nuk po bëhet fjalë. Pastaj kjo vrasjet e fëmijëve këto janë makabritete. Nuk po flasim më tani sa terroristë dhe sa ushtarët e Izraelit u vranë. Po bëhet fjalë për fëmijët, po bëhet fjalë për humanitetin dhe jam i bindur që nuk përbën. Cili është shkaku dhe cila është zgjidhja? Këto janë dy pyetje bazike. Vrasësh fëmijën nuk mund të ketë shkak të vrasësh fëmijë. Kjo është çmenduri. Cila është zgjidhja që mund ta diskutojmë sërish pas publicitetit, duhet vijojmë prapë me diagnozën. Pse asgjë nuk e ndalon as Netanyahun, ku janë forcat e mëdha të rendit global, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara Amerikës? Çfarë po ndodh me politikën e jashtme që i jepte zgjidhje, guid, negociat botës së paqt globale dhe globalizmit? Hapësirë publicitare kthehemi më njëherë, sepse kjo na prek.